me ken adhëtar dhe me urry musliman nuk mundet me ekzistu i gjona tiju. Pra një person që pretendon se e dën adhëun e vet, e dën shqiptarin dhe në të njëjtën kohë me kriju urrëtie dhe përbuzje ndaj shumicës së popullit që janë musliman, është jo e logjikshme dhe është larg realitetit dhe është vetëm një iluzion që e rran vetin personi se unë e du vendin tim. Jo, jo. Nuk mundesh me e dashur vendin tënd duke përçmu dhe përbuz dhe urrejt shumicën e popullit tënd, të cilët kanë zgjell fenë islame. Por gjithashtu nuk mundesh me kanë adhëtar i mirë në qoftë se i urren të krishterë, sepse vetë feja islame nuk na ka injektu urrëtie për fe të tjera, nuk na ka injektu urrëtie për të krishterë, por na ka orientu dhe na ka udhëzu që të krijojmë një dialog argumentues me ta. Pra një dialog ftues në rrugën e drejtë, duke i argumentuar se çfarë është rruga e drejtë, jo duke i përçmu dhe jo duke i keq trajtu. Sepse edhe të krishterët janë një pjesë përbërëse e popullit shqiptar dhe kjo nuk mund të mohohet, qofshin katolik, qofshin ortodoks. Dhe Kurani atyne ju ka dhënë një status të veçantë që quhet ehli kitab. Dhe vetë Kurani, vetë Allahu xhaleshanu përmes fjalës së tij, Kuranit, na ka orientuar se si krijojmë marrëdhënie me të krishterët edhe me fe të tjera. Prandaj, ai njeri që është adhëtar nuk mundet me urry qoftë fenë islame, po s'mundet me urry edhe fenë e krishterë.